Horoskopi ditor 12 shkurt 2026 dashi, në pjesën e partë të ditës, energjia jote është e përqendruar te zonat e jetës që mund të përmirësosh. Kjo është një kohë e mirë për të parë ku ka nevojë për ndryshim dhe për të zgjidhur problemet që të pengojnë të ecësh përpara me siguri. Mendja jote është e qartë dhe e fokusuar, dhe ky është momenti për të kuptuar çfarë duhet të bësh për të hapur rrugën drejt qëllimeve. Ndërsa dita avancon, nuk është koha më e mirë për të marrë vendime të mëdha ose përfundimtare. Megjithatë, je në një pozicion të mirë për të peshuar opsionet dhe për të analizuar mundësitë. Entuziazmi yt mund të luhatet pak, kryesisht për shkak të hezitimit që të bën të ndihesh se ndonjë pjesë e planeve nuk ka përparuar siç pritet. Mund të ndihesh i tërhequr midis familjes dhe jetës sociale ose angazhimeve jashtë shtëpisë. Sot do të mësosh limitet e tua, dhe kjo do të vijë duke u forcuar edhe në ditët në vazhdim. Çështjet praktike fillojnë të dalin më shumë në pa, veçanërisht me lëvizjen e hënës në majën e hartës tënde diellore, që të bën më të vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe mënyrën se si vepron në botën e jashtme. Kjo është një ditë reflektimi dhe planifikimi, që të ndihmon të vendosësh themelet për ditët që vijnë. Demi, në pjesën e partë të ditës, do të ndihesh i përqendruar dhe i kënaqur duke zgjidhur probleme dhe duke menduar thellë mbi situata të ndryshme. Kjo është një kohë e mirë për të forcuar jetën sociale, për të krijuar lidhje të reja ose për të zhvilluar një miqësi të veçantë përmes bisedave dhe sjelljeve të sinqerta. Intuita jote funksionon më mirë sot dhe vendimet që merr bazohen më shumë tek ndjesitë dhe instinktet e tua, duke i bërë gjërat më të qarta dhe më të drejtpërdrejta. Ndërsa dita avancon, duhet të kesh kujdes me teprimin në fjalë ose pritshmëri të egzageruara. Njerëzit mund të mos jenë gjithmonë ashtu siç i prisje, dhe mund të ndihesh i pasigurt për ku të investosh energjinë tënde. Edhe pse je i motivuar dhe konkurrues, mund të kesh vështirësi në përgjigjen ndaj autoriteteve ose udhëzimeve të tjerëve, edhe pse dëshiron të kapësh çdo mundësi që shfaqet. Sot mund të jetë e nevojshme të ngadalësosh ritmin dhe të presësh për opsione më të mira ose për informacione më të qarta. Kjo do të të ndihmojë të bësh zgjedhje më të mençura dhe të sigurosh që energjia jote të shkojë aty ku vërtet ka vlerë. Binjakët, në pjesën e partë të ditës, mund të përjetosh një bisedë ose lajm që të ndihmon të qartësosh qëllimet e tua ose të marrësh më shumë përgjegjësi. Ky moment të kujton rëndësinë e vendosjes së qëllimeve të forta dhe përmbushjes së detyrimeve, gjë që të bën të ndihesh më i plotësuar. Mars që ndodhet në fushën tënde të shpirtit dhe aventurës të inkurajon të mësoni gjëra të reja, të takosh njerëz të rinj ose të përjetosh përvoja të ndryshme. Rutina e zakonshme mund të duket e mërzitshme dhe kufizuese, duke të bërë të ndjesh nevojën për diçka më emocionuese. Nga ana tjetër, Jupiteri në fushën tënde të burimeve dhe sigurisë tregon një dëshirë të madhe për të u ndjerë i sigurt, për të vendosur dhe për të shijuar ambientin që të jep qetësi. Këto dy impulset, liria dhe stabiliteti, mund të përplasen gjatë ditës. Kujdes me shpenzime ose veprime të egzageruara që mund të përdoren për të zëvendësuar emocionin që po kërkon. Sot është e rëndësishme të gjesh balancën midis lirisë dhe komoditetit, edhe nëse kjo do të thotë të reduktosh pak aktivitetet ose t'i zgjedhësh më mençurisht. Gaforja, sot energjitë e ditës janë shumë të mira për të identifikuar zonat që mund të përmirësohen në jetën tënde. Në pjesën e partë të ditës, do të ndihesh një dëshirë e fortë për të marrë pjesë në aktivitete që thyejnë rutinën, për të përjetuar diçka ndryshe dhe frymëzuese. Është një kohë e mirë për të lidhur informacion ose ide që të motivojnë dhe të sjellin inspirim të ri. Mendimet e tua janë të orientuara drejt së ardhmes dhe rrjetet e tua sociale mund të sjellin lajme ose ide interesante. Fokusimi yt përmirësohet ndërsa bëhesh më i përqendruar në aktivitetet që të pëlqejnë dhe që kanë kuptim për ty megjithatë. Ndërsa dita avancon, mund të ndjesh pengesë ose pasiguri për disa vendime. Mund të posfidon pak vetveten dhe ndonjëherë nuk je plotësisht i vetëdijshëm për këtë. Edhe pse këto sfida duhet përballuar, është e rëndësishme të qëndrosh real, duke të kujtuar që të mbash këmbët në tokë ndihmon për të arritur edhe ëndrat më të mëdha.
ndër veprimet me të tjerët mund të bëhen më dramatike se sa duhet me çështje të vogla që mund të zmadhohen nëse nuk i kupton dhe nuk i trajton në kohë. Më vonë gjatë ditës, nevoja për të menaxhuar ritmin dhe energjinë bëhet më e qartë. Luani, sot je në një formë të mirë për të mësuar gjëra të reja, për interesa personale dhe për të ndarë mendimet e tua. Mund të hasësh informacione që të ndihmojnë të shohësh hapat e ardhshëm në një marrëdhënie personale ose në një çështje financiare. Kjo është një ditë ku kurreshtja dhe mendimi i qartë të sjellin frymëzim dhe perspektivë. Megjithatë, ndërsa dita avancon, mund të ndihesh i të ngarkuar. Çelësi për të menaxhuar këtë energji është të njohësh shpejt kufijtë e tu, të kuptosh se ku po e shtyn vetveten më shumë se ç'duhet. Marsi në sektorin tënd të marrëdhënieve i bën lidhjet më të gjalla ose kërkuese, dhe kjo mund të kërkojë vëmendje shtesë. Nga ana tjetër, Jupiteri në fushën e privatësisë të jep nevojën dhe kënaqësinë për kohë me veten, për të çlodhur dhe për të ikur pak nga rutina e përditshme. Natyrisht, këto dy impulse, kërkimi i marrëdhënieve aktive dhe dëshira për qetësi, mund të përplasen gjatë ditës. Sot është e rëndësishme të vendosësh kufijtë e tu me takt, ose të gjesh mënyra për të bërë kompromise të mençura. Lëvizja e hënës në sektorin e punës dhe shëndetit tërheq vëmendjen tek përmirësimi i rutinës, zakoneve dhe kujdesit për shëndetin. Sot është një ditë për të balancuar energjitë e brendshme me përgjegjësitë dhe aktivitetet praktike. Virgjëresha, sot në mëngjes je në një pozicion shumë të mirë për të rregulluar problemet dhe për të qenë produktiv. Mund të ndihesh veçanërisht i motivuar për të adresuar çështjet në marrëdhënie ose për të mbështetur arritjet e partnerit. Po bëhesh gjithnjë më i vetëdijshëm për atë që dëshiron dhe nuk dëshiron në marrëdhënie të afërta, gjë që do të të ndihmojë shumë në të ardhmen, pasi shumë konflikte rrjedhin nga mungesa e njohjes së vetes. Më vonë gjatë ditës, një kënd i vështirë mes Marsit dhe Jupiterit mund të sjellë ndryshime në ritmin dhe energjinë. Entuziazmi dhe motivimi mund të luhaten, duke të bërë të ndihesh pak të paqëndrueshëm. Marsi në fushën e punës dhe shëndetit tënd të bën të derdhësh shumë energji për të përmirësuar rutinën dhe sistemet e përditshme, por kjo mund të jetë lodhëse. Në të njëjtën kohë, Jupiteri në sektorin tënd social tërheq vëmendjen drejt argëtimit, socializimit dhe rrjedhëzimit. Sot mund të duhet të zgjedhësh ose të gjesh një kompromis midis përgjegjësive dhe kënaqësive. Nuk është e nevojshme të shkëlqesh në të gjitha fushat e jetës për të ndjerë kënaqësi. Energjia dhe koha janë të kufizuara, edhe pse mund të ndihesh se mund të marrësh shumë gjëra njëherësh. Dita të mëson të balancosh energjitë dhe kohën, duke vendosur prioritetet në mënyrë të mençur dhe duke mos harxhuar fuqinë aty ku nuk ka nevojë. Peshorja, në pjesën e parë të ditës, je në një pozicion shumë të mirë për të bërë plane dhe për të organizuar. Sot mund të kesh fokus te përmirësimi i aftësive të tua dhe mënyrat për të ndihmuar të tjerët, gjë që të sjellë kënaqësi dhe frymëzim. Mund të lidheni me informacione që të ndihmojnë të përparosh në punë ose në përpjekjet për shëndet më të mirë. Megjithatë, duhet të kesh kujdes më vonë gjatë ditës me premtime ose angazhime që mund të jenë jashtë mundësive të tua. Edhe pse ke qëllime të mira dhe energji të lartë, mund të ndihesh pothuajse invencibël, dhe pas këtij vrulli do të vëresh se ke marrë më shumë gjëra për tu menaxhuar se sa mund të përballosh. Sot është e rëndësishme të praktikosh moderim dhe të kujdesesh për veten tënde në të ardhmen. Jini të kujdesshëm edhe me ndarjen e informacioneve ose egzagjerimin e situatave, pasi kjo mund të krijojë keqkuptime. Marsi në fushën e 5 të dashurisë dhe argëtimit të jep energjinë dhe motivimin për të shijuar kohën e lirë, por nëse i kushton gjithë energjinë dashurisë ose aktiviteteve argëtuese, mund të ndihesh sikur po humb mundësi për të përparuar me qëllimet e tua. Sot përgjegjësitë dhe argëtimi mund të duken të kundërta, dhe në një farë mënyre janë, por gjetja e një balancimi është e mundur. Mund të duhet të bësh disa përshtatje dhe kompromis për të ndarë kohën midis tyre pas stres të tepërt, duke ruajtur energjinë dhe kënaqësinë. Akrepi, në pjesën e parë të ditës, ndihesh i tërhequr drejt zgjidhjes së problemeve ose përballjes me to, duke u përpjekur të ngrihesh mbi sfidat. Mund të angazhosh mendjen në reflektim kritik ose biseda mbi çështje shumë të afërta me zemrën tënde.
Lidhja përmes diskutimeve ose zhvillimi i një interesi të ri mendor mund të ketë një rol të rëndësishëm sot. Ka shumë gjëra që mund të mbajnë të zënë në jetën personale, me familjen ose në shtëpi, pasi Marsi po energjizon fushën tënde të sistemit mbështetës. Në të njëjtën kohë, Jupiteri të shtyn të dalësh jashtë, të lëvizësh dhe të provosh përvoja të reja, duke fituar perspektiva të reja dhe kënaqësi nga eksperiencat e ndryshme. Dëshira për të qëndruar në shtëpi dhe nevoja për të zgjatur horizontet mund të përplasen, dhe sot mund të jetë një nga ato momente. Për të minimizuar këtë konflikt, shmang marrjen e shumë angazhimeve ose aktiviteteve shtesë. Nëse pranon çdo gjë, kjo mund të vijë nga ndjenja se mund të bësh shumë më tepër se sa është e mundur. Me kaq shumë gjëra për të bërë në shtëpi ose me familjen, mund të jetë e vështirë të realizosh dëshirën për të dalë dhe për të eksploruar, por kreativiteti mund të të ndihmojë të përmbushësh të dy nevojat. Shigjetari, sot je i tërhequr drejt përmirësimeve dhe rritjes personale. Mund të marrësh lajme që lidhen me një çështje personale dhe që të ndihmojnë të shërohesh ose të qartësosh situatën. Kjo është një ditë e mirë për reflektim dhe për të vlerësuar se çfarë mund të ndryshohet për të ndjerë më shumë qetësi dhe progres. Ndërsa dita avancon, mund të ndihesh në presion për të bërë më shumë se sa koha ose energjia të lejon. Shpërndarja e energjisë në shumë drejtime nuk është zgjidhje, pasi asnjë nga përpjekjet ose projektet e tua nuk do të përparojë në këtë mënyrë. Sot duhet të përpiqesh të gjesh një balancë midis aktiviteteve dhe pushimit. Një ndjesi e brendshme e paqëndrueshmërisë lind nga përplasja mes Marsit në sektorin e komunikimit dhe Jupiterit në sektorin e intimitetit. Nuk është gjithmonë e qartë se kur të përkushtohesh fort ose kur të marrësh gjërat lehtë me njerëzit ose projektet aktuale. Një pjesë e jotja kërkon thjesht lehtësi dhe sipërfaqësi, duke mbajtur gjërat të qeta dhe të thjeshta, ndërsa një pjesë tjetër gëzon intensitetin dhe kërkon projekte ose njerëz që ndezin pasionin tënd. Britsjapi, sot në mëngjes je i fokusuar te ajo që është më e mira për ty. Është një moment i mirë për të kërkuar sfida, për të organizuar, për të ndjekur interesa mendore dhe për të përfunduar projekte të papërfunduara. Po mëson se sa më mirë të komunikosh me të tjerët, aq më shumë përmirësohet jeta jote në mënyra të vogla, por të rëndësishme. Megjithatë, më vonë gjatë ditës mund të ndihesh pak i paqet ose i paduruar, nëse nuk kupton burimin e këtij ndjenje. Një shenjë e qartë është këndi i vështirë midis Marsit dhe Jupiterit. Edhe pse zakonisht të pëlqejnë vendimet e shpejta dhe të lehta, sot mund të ndihesh i hutuar për hapat e ardhshëm dhe të kesh vështirësi për të peshuar opsionet për më gjatë se zakonisht. Marsi është në një sektor shumë të sigurt dhe të mbrojtur të hartës tënde, duke të nxitur të ndërtojnë burimet, të shijosh ato që ke dhe të vazhdosh me atë që njeh. Në të njëjtën kohë, Jupiteri nxit dëshirën për të ndarë, për të lidhur dhe për të bërë kompromis. Madje edhe ndryshimet e vogla mund të shndërrohen në probleme më të mëdha, veçanërisht me humorin që ke sot. Është e rëndësishme të mos bësh supozime të nxituara dhe të qetësosh situatat. Ujori, në mëngjes, energjitë e ditës janë shumë të mira për të zbuluar burime që nuk i dinit se i keni. Ujori. Kohët e fundit ke mësuar çfarë vlerëson dhe po zbulon disa aftësi të fshehura gjatë këtij procesi. Informacioni që has sot mund të drejtojë drejt këtyre zbulimeve. Nëse lidhet me financat, kjo gjithashtu mund të jetë shumë e dobishme, ndërsa dita avancon, mund të ndjesh paqëndrueshmëri ose paqartësi. Marsi në shenjën tënde të ka ngazëllyer së fundmi dhe dashuria jote për pavarësi mund të shfaqet fort, herë në mënyrë pozitive, herë pak sfiduese. Nga ana tjetër, Jupiteri në sektorin tënd të punës dhe detyrave të frymëzon të përmbushësh angazhimet. Gjë që mund të krijojë përplasje midis dëshirës për liri dhe detyrimeve. Sot mund të ndihesh pak i lodhur ose i paqëndrueshëm në fokus. Është e rëndësishme të gjesh mënyra për të përzier aktivitetet, duke ndjerë energji dhe liri për disa momente, pa e hequr tërësisht mundësinë për të punuar dhe për të përfshirë në aktivitetet që të japin kënaqësi. Peshqit, në mëngjes mund të ndihesh lehtësisht i fokusuar tek çfarë mund të përmirësosh ose ndryshosh. Peshq. Kjo energji e distancuar është e dobishme her pas here për të parë gjërat objektivisht.
Sot mund të ndihesh shumë i motivuar për të ndarë vetveten me të tjerët, por edhe një nevojë reale për privatësi mund të shfaqet. Sot mund të jetë pak sfidë të gjesh balancën mes këtyre dy nevojave. Shumë nga energjitë tua mund të shkojnë drejt mbylljes së cikleve, çështjeve private dhe aktiviteteve pas skenave, ndërsa një pjesë tjetër dëshiron drama, romancë dhe argëtim. Vendimi për të marrë një rrezik personal ose krijues mund të mos ketë një përgjigje të thjeshtë sot. Projektet të fundit mund të duket se janë më të vështira për të përfunduar për shkak të nevojës për qetësi, privatësi dhe rikuperim, por kjo është vetëm e përkohshme. Lëvizja e hënës në sektorin tënd diellor ndihmon në shikimin objektiv, duke të dhënë mundësinë për të parë gjërat më qartë dhe për të marrë vendime të balancuara sot.